Motër e dashur, ti e veçantë, ti e çmuar, ti e blerë në gjakun e Krishtit, Zoti të don me një dashuri të pamas, ai të don aq shumë sa dha birin e vet. Ai e di dhimbjen që ti e duke kaluar, sepse vetë Jezusi e ka kaluar këtë dhimbje. Sprova nuk është që ti të rrëzohesh, nuk është që ti të demoralizohesh. Sprova nuk është që ne të shkatrohemi, por sprova që ti e duke u përballur me një sëmundje, me një problem në martesë, me një problem me fëmijët e tu, me një problem financiar, me njerëz ku kanë ngritur kurthe kundër jetës tënde. Kjo nuk është që të rrëzoj, por kjo është që ti të ngrihesh fitimtare mbi të gjithë këtë sprovë, është që ti të ngrihesh fitimtare mbi gjithë këtë sëmundje dhe stuhi në jetën tënde. Zoti është me ty. Zoti është forca jote, fuqia jote, burrimi i të gjallë është fjala e Zotit. Janë duart që luten, sytë që janë të ngritura lart dhe këmbët e gjunjëzuara.